Shpeshere na si hoxhallar kemi përkujtu besimtarët se vazhdimisht namazin ta keni parasysh. Namazin ta keni me rregullsi. Mos ju hik namazi dhe mos ju del namazi prej kontrolle. A ka mundësi që t'ju del besimtarëve ta namazi prej kontrolle? A ka mundësi që besimtarëve her pas here t'ju hik namazi dhe ato t'jenë neglizhent e namazit? Po. Atëherë shfrytëzoj kohën që ti faktikisht me namazin t'i ndreqish punë, me namazin t'i rregullojsh punë, me namazin mos jesh i mangët. Mundohesh që namazet farze sidomos, por edhe të sunetet, por në këtë rast jemi të folur për obligimin fetar, çka është i patjetërsueshëm, duhesh t'jesh i përpik që mos e lësh namazin, sepse namazi dhe lënia e namazit nuk është prej mëkateve të vogla, është prej mëkateve shumë të mëdha. Ma keq se me pi raki. Ma keq edhe se me vjedh. E cek shpesh këtë për çfarë cekë? E ceki sepse tash gjunahet janë me kategori. Kur janë gabimet dhe gjunahet me kategori, menjëherë pas shirkut, gjunahi më i madh është lënia e namazit. Edhe gjunahet tjera nuk janë të lehta. Mirë, po në këtë rast kur jemi atëherë çka rregulloje punën tënde me namazin, sepse Allahu dhul xhelal të fal. Në këtë rast lënia e namazit, nëse ti vazhdon, dije se është prej mëkateve të mëdha, edhe çka e ke kput raportin dhe e ke kput lidhjen ti si krijesë me krijuesin tënd edhe me Allahun subhanahu wa taala.